që e bojnë atë punë. Kështu që prapë menoj që mediat, edhe pse fliqim ma pak se so aspekte tjera, fliqim ma pak se so kleri, fliqim ma pak se so biznisi, fliqim ma pak se so do strukturat caktuara shoqënisë që në rrjetet sociale, pa krahasimisht. Do më thonë, kemi po që kena me bu në vjesht me showbiz, kemi me bu bërlok prap, kemi me i shëndru mediat në panajër të budalve, edhe unë menoj që gazetarët fliqin ma pak se so shumë kategoritë shoqënisë, edhe nuk është foj aty. E vërteto që nashta se merë lojmin e plot, duhesh pak me hulumtu, po që është me thonë, nuk është qëtë GPT-a vish me bu video fani, mund është edhe mu bu ma i dishëm nëse dimi përdor. Ok, thank you. Lehart e tha paka shumë se e kolegu për Shqipnista qysh me bo Liburnaliu, drejtor të portit Durrësit, ku ai njerëz din as me notu. Kam ingret tankera. Amo tjetërit anë është as din me notu, veç me nëzot pesh. Na shyre, unë e di që na kemi qef me pas këtë intervista, në fakt ai ka qenë shumë prezent në media, sa ka qenë opozit. Me ardhen pushtet ka ndryshu për 360 shkollë. Na jemi qëta media, qëta gazetarë, njëjtë jemi, kemi qenë kritikë ndaj pushteteve të kalum, jemi kritikë ndaj këtij pushtetit. Nëse na përcjell historikisht ku kemi punu, domethënë nuk mujtesh me thonë që shërben kësaj partie ose asaj partie, sepse kemi qenë opozitë vazhdimisht. Ky e lun modestin, është një prej gazetarëve të mirë që e ka ky vend, edhe për shembull super konkret. E patëm Harullah Çekun 3-4 herë tim. Njëri ka qenë shef i komisionit parlamentar për hetim të privatizimit. Apo? A ti ke qenë ekspert i angazhuar pe jashtë. Po. Pa pagesë. Po dhe mirë, po një pjesë të lezetshme të dosjes e ki bo vetë, një pjesë të lezetshme të hulumtimit me cilin vetë vendosja u dalë në shmajtë në djathë, ka shpërndo akuza në mikrofon. Kemi bashkëpunu sa ka qenë opozit. Ti e ki kry ato. Mirë, po ta s'guzon më në folë. Utët që peshet dikush. Ti edhe sot hulum tënë. Je ti njëri, je kondicion me lezu ki hala dhe je gazetari mirë hala. Menoj që duhet mu thonë, senet, nuk është që kina haruna me punu, se jena bo të poshtër për njëherë. Propaganda funksionon në atë një që s'ka rëndësia, është e vërtet ajo. E rëndësishme është me i besu. Dhe aji po arrin me përqu të besaj të audienca vetë, ose të votuesi vetë një lloj besimi që nuk ka të bëj me realitetin hiq. Sfid në konë këtë pushtetet i kanë pas gazetarët jënë, se me thojnë, ataku gati për këtë pushtetet, dalimi vetëm është këtu, që në të kalumen, jënë mënu me forma tjera, ose kanë pas mediat të caktune, që i kanë pas vetat, edhe shpavarësisht ka ke nëzirë mediat skandale dhe këto, jënë mënu me amortizu, ty përdor, besa ty financu. Ty financu në një periudhë caktune, ty e kesh përdor kogja shumë edhe bugjetin e shtetit, ty financu grupe të mediave. Edhe, si me thonë, kur nuk më rrishin me pas ndikim ose me kontrolu, edhe mira që soj shëshni është që për një me jënë bo edhe media edhe gazetar ka shumë edhe kur në asë një pushtet nuk kanë mujtë kërkush me pas dorë ose me i kontrolu. Ka ndryshu televizja vetëvendosjes për shkak se konsideraj që televizja vetëvendosje ma shumë se çdo parti tjetër ka pas hapësira mediale. E përmeni rastin e Avdimit, na kemi punu bashkë për shumë vjetë edhe në Kosova sot edhe në Zëri, po me 10 artikuj tonë që jënë botë gazetarëve të ekonomistë, tu kanë lexuar në kuvend. Jënë mojtë konferenca për media, jënë bo, kanë njerë, e thamë, kërë bëshin të farë grafika, dhe që shkrimin tanë ma interesant dhe ma skandale bëshin ata, se na u dashke me rujt pak një farë gjuhë profesionale, si me thonë, nuk e quj shumë hajnë titulla, beten. Po aty kur i raneshin këta të vetëvendosjes, i dhoke zjarën shumë atë madhe. E tash, levizja vetëvendosje duke ditë që të fuqin e mediave, edhe duke ditë e ty nga njoft këtë neve, që nuk as pare,